Gazetari I familjes Veliaj, Mero Baze, në një nga paçavuret e shkruara së fundi, vijon sulmi ndaj prokurorit Ols Dado në lidhje me çështjen Veliaj, duke rikthyer në skenë Nesti Angonin dhe një kallëzues të dytë me emrin Nasta Pëllumbi nga Lëvizja Qytetare Antikorrupsion. Mero Baze shkon me tezën se s'ka fakte dhe prova për veprat e rënda dhe akuzat që janë ngritur ndaj Erion Veliajt. Sipas tij, janë të fabrikuara nga kallëzues anonim dhe hedhin poshtë pretendimet e prokurorit Ols Dado se kryebashtjaku I arrestuar po zvarrit procesin. E vërteta është e thjeshtë. Mero Baze shkruan pallavra, gënjeshtra, mashtrime dhe është një mashtrues ordiner. Kjo është e faktuar, pasi prej 237 ditësh nuk ka nxjerrë dokumentin për akuzën që ai bashkë me Veliajn bëjnë ndaj prokurorit Ols Dado, se ka nisur hetimet për çështjen se si nuk I është dhënë leje për një shtesë që sipas tyre e ka kërkuar prokurori. Asnjë dokument që nga fabrikimi I këtij mashtrimi. Sulmet që bëhen ndaj prokurorit dhe drejtësisë nga mediat e Veliajt përfundojnë në raporte për të cilat lobohet duke paguar $220,000 dhe dërgohen në Departamentin e Drejtësisë në SBA. Fabrikohen mashtrime të njëpasnjëshme, të cilat janë rrëzuar një për një duke nisur nga MQSH-akja, se prokurori Ols Dado është një aktivist I PD-s, në një kohë kur më shumë se prej një viti kreu I kësaj partie është akuzuar dhe ka një çështje të hapur ndaj tij në SPAK. Për të kuptuar këto lajthitje, mjafton të kujtojmë të vërtetën se Mero Baze është I paguar nga Veliaj. Kaq mjafton për të kuptuar sulmen ndaj drejtësisë dhe prokurorit. Pa folur që Mero Baze uzu me Berishën për pazare tenderash dhe tani është bërë miliarder me pushtetin e rilindjes. Për të kuptuar thelbin, nuk ka rëndësi se kush e ka bërë kallëzimin, Nesti Angoni apo siç thot gazetari I familjes Veliaj, Nasta Pëllumbi. Thelbi janë 13 akuzat për 5 vepra të rënda penale, për të cilat Erion Veliaj qëndron në burg. Janë dorëzuar mbi 60.000 faqe me prova dhe fakte, të cilat provojnë 13 akuzat dhe veprat penale të kryera nga Veliaj. 9 herë korrupsion, shpërdorim detyre, pastrimi I produkteve të veprës penale, fshehje pasurie, futja e sendeve të ndaluara në qeli. Kjo është ajo që duan të dinë njerëzit. Çfarë provash të tjera kërkohen? Ligji e ka përcaktuar, edhe me kallëzues anonim fillon hetimi. Në rastin e Veliajt, fakti është se janë gjetur provat dhe faktet që I është ngritur një akuzë penale, dhe në të vërtetë, çështja e Erion Veliajt është zbërthyer nga telefoni I Adela Kondakçiut, një skemë të cilën CNA e ka bërë publike, ashtu siç ka bërë publike dhe shumë fakte të tjera se si intimidoheshin dëshmitarët për të kyçur gojën para drejtësisë. Nëse Veliaj nuk kishte asnjë faj dhe nuk kishte kryer asnjë vepër penale, pse e çoi Klotilda Bushkën bashkë me bashkëshorten e tij Ajolën të merrnin telefonin e Ina Goxhajt? Për çfarë arsye? Çfarë kishte në atë telefon? Akuzat ndaj Veliajt nuk mund të thuhet se janë gënjeshtra dhe se janë të fabrikuara nga Ols Dado. Kush është Ols Dado që të fabrikojë akuzat? Pretendimet e gazetarit të familjes Veliaj, Mero Baze, janë absurde. Kujtojmë faktin se në çështjen e Veliajt prokuror nuk është vetëm Ols Dado, të cilin e anatemojnë e sulmojnë, por është edhe prokurori Altin Dumani. Nëse Ols Dado na qen ka të çmendur, çfarë mund të thonë për Altin Dumanin? Si mund të jenë 2 prokurorë të çmendur për t'i fabrikuar Erion Veliajt akuza? Pse duhet ta bëjnë këtë? Si mundet të fabrikojnë 2 prokurorë akuza ndaj një kryebashkiaku, partia e të cilit qëndron në pushtet, pasi nëse kjo do të ndodhte, atëherë do të vërtetoheshin akuzat e Berishës se Rama është në pushtet dhe kontrollon SPAK-un. Në këtë rast, Veliaj do të ishte si në rastin e Kadri Hasbiut, I cili thoshte, partia ime më futi në burg. Të dalë edhe Veliaj të thotë, më futi në burg partia ime. Nuk mundet që një prokuror të fusë për inat në burg një person, pasi ka gjykata, dhe të gjitha nivelet e gjykatave e kanë lënë në burg Erion Veliajn. E vërteta është se nuk ka asnjë akuzë të fabrikuar, por ka fakte dhe prova. Veliaj, nëse do të ishte burg, do të shkonte para drejtësisë, pasi ka pothuajse 9 muaj që dosja është dërguar në gjykat dhe ai vazhdon të zvarrijë proceset e nuk përballet me drejtësinë, faktet dhe provat që flasin me të madhe kundër tij. Me sa duket, nuk është burr si politikan, por është, siç thot vet, zdroms. Përdor këllira mediatike si Mero Baze që të mashtrojnë. Mendon se Meron e lexojnë shumë dhe vlen shumë, por ka harruar shprehjen e dikurshme të socialistëve që Mero vlen më pak se letra higjienike në koshin e një tualeti. Tani flet pallavra për akuzat të fabrikuara. Faktet dhe provat janë atje dhe duhet të përballet me drejtësinë. Thelbi janë 13 akuzat e rënda dhe CNA do të rinxjerrë edhe një herë skandalet e Veliajt dhe çdo dokument që fakton ato 13 akuzat të rënda penale që Mero, mjerot e tij dhe avokati I pandehur I Veliajt të mos thonë më pallavra.